Hajde ka ne. A mujt e vesh? Jërda. Ha nuk të kërë funa e krejme ja? Ti po shkën po mirë është me të mjojë ti muë. Ha, shakotra i fëll. Ndush me shku i vesh me krejpon. Po të kom thonë gjitha o burë ti mund është me llogarit muë. Me s'nga me vesh. Veç mi tut. Vesh me tut? Veç mi tut i vesh më së mbënaj zarar ma të madh. Nga pse e merë malin t'i palidhje. Po nuk më e për burë me shku mja po ftyrën në atyne. I vesh, veç mi tut bre burë, ngom. E për cjell, këshyre kur s'koh gra, fmika o burri. Veç atë qenin plak njëherë me trishtu. A përpjet gjuja, ku dush. Veç me ditaj që nuk shkan kjo punë me mushtë. Po në ta kryj qyshtu shte. Po kishna pos që vish pak, vish me nga laut, vish një trë, vish me laut pak frymën. I vje vakti i bish, son të veç i kaq. Ngom. E që ta shta jap adresën në ty ta qej. Po ma adresën. Edhe. Ate shko? Që ma në telefon shte? Ta shkuj adresën. Ngom, rrujo në parabar kush është. Më vesh. Mos t'kina të laush i bish. A në shpirën sigurt? Në shpe është. Veç njëherë në havo i bish. Në kryjnë e ki kitë më. Apo dhe sonte? Sonte. Kryjnë e ki. Hajde. Hajde shime. Hajde shime. Shumë koha dhani mirë edhe i qetë. Po, shumë i mirë. Edhe ushqimi në fakt e bëjnë shumë të mirë, për që ata dhe zgjoda këto. E shqyqyrë se që për thata i shokë jam afrimi deka unë. Mirë, bravo. Mirë se keni ardhur. Mirë, mama. Faleminderit. Fillimisht nga çfarë pije doni të fillon? Për mu një gotë verë të bardhë. Për ju zotri. Për mu të kuqe. Mare, nuk fëdi që ka me përësit. A, do në ta përkthej menyn? Jo, se unë di me lexu shqip shumë mirë, po s'po dim ka po marrë ose që ka po hotani. A po fillojmë letë njëherë, po marrim një sallatë e tani për pjatë kryesore e shohim. Okej, qështu shte. I bof mirë. Faleminderit. Për ushqimin kryesor, një vendosur diçka ju duhet ta ndiko? Edhe pak kohë na duhet, faleminderit. Neshur. Don, faleminderit shumë që ke pranu me dalë këtë dark shokëve. Po edhe shokët hojnë bashkë, kështu që...
Hajde donë më të vetë që ke puna e në terës që e bënte është edhe në Gjermani, po a janë punë e njëjta, sikur atje, sikur këtë që ka bënë ti sa? Po besoj të njëjta janë, se njerë zakonisht menojnë që na veç firmosim dokumente, po realisht na punojmë me kontrata, shitblerje, trashëgimi, gjithçka që ka të bëjë me ligjin, dokumente zyrtare, çto i bëjmë. Do më thonë njëjtë ka si atje. Të ti vinë njerëzit o që kanë shumë probleme, o që kanë shumë gel, pare. Do me thonë shumë pak vim për qef të na. A jeti e lumtur që e bën që të puna veç e bën sa me punu të qka? Këtë punë e kom zgjedh, po nuk është që e bëj shumë me pasion. Kjo punë të qysh më jep stabilitet edhe sigurie, unë kam menu që kam nevojë për çdo gjana. Shumë mirë. E ti? Çka ke punu atje në Gjermani? Me të kallëzua kesh. Provoj një herë? Në fabrik qumshtit. Fabrik qumshtit. Kimi e lop në isana? Jo, këna terë qumshtit. Jo, dona, është ideja që paketim, ambalazh edhe shumicën e kohës në Vjanera qumsht, po që tash jo, sonde jo. Okej. Do me thonë, ti je ekspert i qumshtit. Na, me bë ma pru dë jogurt edhe me e po sakte ti pe cilës fabrik kualitet vjen. Shumë mirë. Qa me po? Pse vendose më kësi në Kosovë? Të kum kallëzu paka shumë, donë që ju më lindë dhe ju më rritë atje tonë qëto vjetë, dësha me ditë, e disha që jam i Kosovës, o më bëjke më një krenar këtë gjo, po ku i kom rojtë e mija, që kjo më ka shti mas shumë ti me orë këto. Bravo. Me lanë Gjermaninë dhe marë në Kosovë, është një farë guximi madhë. Ama është edhe një farë frike në veti. Shumë e mirë vena të gjysh e thot, e letë, tamën para buke. Po. Tregova Prishtina ka vene shumë të mira, po normal, do të me pas dikon që ti tregon, se... Ani na ku kena bëllë. Më falë. A është diçka urgjent? Jo, po... Kur jam me dikon, kom qef me nejtë që ato pa u morë me sana tjera ose me telefon. Sot nuk është që e bën që të kush këto, kështu që unë e vlerësoj shumë. Qashtu unë me nejtë në shta dhe jam gabim, po s'pëdi. Jo, shumë mirë. është një gjasë shumë i mirë. Faleminderit. Edhe njerë faleminderit që dore ndarkë me mu. Edhe unë bashkë kisha pas nevojë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Çka hanë mas shumë ti këtu në Kosovë ti? Unë në zakonisht speca, ho. E ty çka të pëlqen? A të pëlqen specat? Edhe mu specat për Gjermanisë janë qështu që për shumë të jam shumë mështë rast. Të jenë ma të mirë, normal.
Shumë e mirë. E kështu, me ta bëni pyetje. Ja. Ti dokumentat Kosovës a ki? Jo, është pasaport. Çfarë pasaporte e ki? Gjermanisë. Qysh këtu nuk i as certifikat të lindjes as diçka? Jo, nuk kam. Po më në që marrë në Kosovë në vend tamin shlirë. Po vish, ligji është legja, e din se këto vish 90 ditë zgudzon me najtë. Tani, mas 90 ditëve, ose dush mu këthy, ose me marrë leje qëndrem. Qysh m'ja bo me marrë këtë leje qëndremon? Është pak procedurë, që i bjen dush prap me pas punë me mu të noterja. Duhet një kontratë punës, dush me shku atje me marrë një certifikat lindjes, një vend banim këtu. Çdo gjona, do me thënë procedura, administrat, letra, dokumente, 100 sene. Nuk është edhe bash lehtë. Një letër që si ndërhetime. është një mënyrë nuk e di e kanë përmend shumë. Bashkim familjar. Ja, po. Qa është puna saj, qysh mu i mja bo? Po më nësh edhe me bashkim familjar, për shembull, ose përmes prindit, ose nëse martohesh me naj vajzë. Jo, në prind nuk i kam, po nëse e gjoj atë qikën, pse jo në është asë si mundësi. Nëse, më nësh me gjetë dikon edhe për letra. Po, mja bo si shqiptar dikur atë në Gjermani. Mos e në lërso martesën për letra, se shumë shqiptar janë martu për letra, po kam përfundu të kriju familje. Nuk po e në lërsoj, po unë dhe ke fundet ku marrë me e gjetë vetën. Veç dije që edhe vetja ka nevojë për vend.